Sezoni turistik veror në qytetin bregdetar të Vlorës është hapur zyrtarisht me një koncert madhështor të zhvilluar në shëtitoren Lungomare mbrëmjen e së shtunës. Mira qytetarë dhe turist u mblodhen për të ndjekur performancat e artistëve të njohur, si Ledri Vula, Ylli Limani dhe Soni Malaj, të cilët krijuan një atmosferë elektrizuese dhe të paharrueshme. Kush ka thonë që hajdo du Qa po valit hajda titlu Unë e ma titlu Arru e kom kaldu Që ti më po E s'ti më pe Ti më pre Ki më një ti muzika O kush ka thonë që në se vjeti Ki më gjetu prita Gjatë ditës eventi ofroi aktivitete të larmishme për fëmijët me lojra dhe animacione, ndërsa në mbrëmje skena e madhe e vendosur në Bregdet u kthye në epicentrin e argëtimit për të gjithë të pranishmit. Pjesëmarrja ishte masive, duke reflektuar interesin e lartë për këtë ngjarje të rëndësishme që shënon fillimin e sezonit turistik në qytet. Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte edhe prezenca e 50 vajzave pjesëmarrëse në konkursin Miss World, të cilët shtuan hijeshi dhe elegancë në atmosferë. Kurora e këtij edicioni shkoi për përfaqësuesen e Turqisë, duke sjellë emocion dhe entuziazëm për pjesëmarrësit dhe publikun. Shumë bukur, është një festë shumë e madhe sot. Jemi shumë të kënaqur, ka shumë qytetar dhe ndjehemi shumë mirë. 100 fala. Po. Në Vlonjat. Po. Shumë i gjallëruar, mendoj se do të jetë sezon turistik shumë i mirë. Ky bën 100 fala. Po, ka goxha turista, lëvizje, ka gjallëri, ka rini, dhe mendoj do jetë dy verë mjaft e mirë. Shumë e mirë, shumë e mirë. Shumë. Unë jam nga Italia. Ja, kam lindur këtu, kam lindur në Itali. Marja është nga Vlora. Unë jam nga kam lindur në Itali. Për pushime, po. Atmosferja personat si janë këtu. Atmosferja më pëlqen shumë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës gjatë fjalës së tij shprehu optimizmin për një sezon të suksesshëm turistik, duke theksuar pritshmërinë për një fluks të lartë vizitorësh dhe aktivitete ekonomike të gjalla. Ai theksoi rëndësinë e zhvillimit të aktiviteteve kulturore dhe argëtuese, të cilat kontribojnë në promovimin e qytetit si një destinacion turistik tërheqës. Super event, ka filluar me aktivitetin e Miss Summer World, që ndoqën pak më parë. Ishte një event magjik, mund ta them. Fitoi Turqia, vajza nga Turqia. E urojmë edhe vajzën sepse realisht bëri dhe ajo një performancë dhe i dha pak gjallëri edhe atmosferë edhe prezencës së njerëzve që ishte sot këtu. Dhe tani ne kemi koncertin që kemi filluar me Soni Malaj. Kjo është edhe çelja zyrtare e sezonit turistik dhe më pas vijon me Ylli Limanin sot, ndërkohë që nesër kemi prap një koncert të madh me Ledri Vulaj edhe DJ të famshëm nga territori shqiptar. Shpresojmë që njerëzit të kënaqen dhe u bë një thirrje të vazhdojnë të jenë kaq të shumë të numër sa që janë sot, sepse ja vlen, tregojmë edhe që ne japim ngjyra qytetit dhe këto lloj aktivitetesh që i mungonin shumë qytetit. Se do të vinë qytetarët shqiptar në Vlorë, se do ta zgjedhin Vlorën këtë sezon. Duhet ta zgjedhin edhe për këtë që po ndodh sot dhe do të ndodhi gjatë gjithë verës, do të kemi evente të ngjashme gjatë gjithë verës. Kemi një triatlon nesër në mëngjes që ndodh, pastaj në darkë është koncerti, po do të kemi edhe evente në vazhdim për gjatë muajit maj, qershor, do të kemi përsëri në Porik edhe në Gusht, pastaj do të kemi një event pak a shumë të ngjashëm ato që kishim viti që shkoi, siç ishte DJ famshëm Steve Aoki, do të kemi përsëri një DJ po të atyre niveleve në muajin gusht. Kështu që Vlora i ka të gjitha, bukuritë, mundësitë, njerëzit, ka ushqimin, i ka të gjitha. Kështu që duhet ta përqafojmë Vlorën sepse Vlora di si t'i trajtojë. Sezoni turistik në Vlorë ka nisur me një atmosferë festive dhe energji pozitive, duke premtuar ditë mbushura me aktivitete, argëtim dhe kulturë për banorët dhe turistët. Ky start i fuqishëm pritet të jetë vetëm fillimi i një vere të suksesshme për qytetin bregdetar.